Sot u mbushën 28 vjet nga rënja heroike e familjes Jashari nga Prekazi, një nga ngjarjet më të lavdishme të historisë së re të Kosovës. Kjo datë shënon fillimin e epopesë së UÇK-s që përfaqëson sakrificën sublime për liri dhe dinjitet kombëtar, e cila në fund kulmoi me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen solemne në 28 vjetorin e epopesë së ushtrisë së çlimtare të Kosovës, nga ku kryeministri Albin Kurti në fjalën e tij tha se kjo ngjarje tronditëse për historinë bashkëkohore përfaqëson një kthesë vendimtare në vetëdijen kombëtare dhe bashkimin popullor drejt lirisë dhe pavarësisë. Sot shënojmë për vjetorin e ngjarjes më të rëndësishme të historisë sonë bashkëkohore, epopenë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo përfaqëson një kthesë vendimtare në vetëdijen tonë kombëtare dhe bashkimin tonë popullor drejt lirisë dhe pavarësisë. Historia e shteteve ndërtohet mbi ngjarje që i hapin shteg të ardhmes. Marsi i vitit 1998 është një ngjarje e atill. Në Prekaz, me 5, 6 dhe 7 mars 1998, ndodhi një përballje aq e pabarabartë, por me domethënie kaq të jashtëzakonshme. Në analet e historisë së Evropës nuk mund të gjendet një rast i vetëm kur për 3 ditë e 3 net rresht i bën rezistencë një familje liridashëse autoktone, një shteti policor e okupator. Ani se familja Jashari ishte rrethuar shumë fish nga mira forcat armatosura, të pajisura me makineri të rëndë dhe mjete ushtarake moderne të kohës, ata luftuan e qëndruan deri në fund, duke dhënë jetën e tyre për lirinë e të gjithë neve. Për këtë familje kishte kuptim vetëm një gjë: liria, sepse asgjë nuk është e vlefshme sikur ajo. Këtë ngjarje e bën të pavdekshme vendimi i ndërgjegjshëm i familjes për të qëndruar e për të mos u nënshtruar. Burrat, gratë dhe fëmijët vendosën të mos ndaheshin nga kryekomandanti Adem Jashari. Ata qëndruan tokë së bashku nga bindja se liria kërkon sakrificë, e cila nis nga vetja. Me 5 mars 1998, të rinjtë e familjes morën pozicionet e tyre me guxim. Gratë dhe vajzat furnizonin me municion pa ndërprerje. Ishte një qëndresë organizuar e vetëdijshme dhe e përbashkët. Kullat e tyre u shndruan në fortesë, familja në simbol të unitetit dhe vendosmërisë shqiptare, ndërsa Prekazi në kryeqendër të kryengritjes popullore. Pas atyre 3 ditëve, lufta në Kosovë mori tjetër karakter. U rrit mobilizimi njerëzor, u forcua legitimiteti i rezistencës dhe çështja e Kosovës mori vëmendje të madhe ndërkombëtare. Siç kishte thënë pas kësaj betejë Basarifat Jashari, humba 56 anëtar të familjes, por fitova zemrat e 7 milion shqiptarëve. Gjersa përkujtojmë epopenë, reflektojmë për përgjegjësinë që kemi ndaj flijimit të tyre. Liria që gëzojmë sot është ndërtuar mbi qëndresën atyre që nuk u tërhoqën dhe nuk njohin dorëzim. Andaj, historia e familjes Jashari duhet të trajtohet jo vetëm në aspektin historik, por edhe në atë multidisiplinar, për të bërë studimet e thella, për të nxjerrë vlerësimet e sakta dhe për të siguruar e edukuar se si është krijuar ky thesar kombëtar i yni. Si qeveria e Republikës Kosovës, po punojmë që kjo histori, trashëgimi dhe vlerë e jonë kombëtare të dokumentohet, të ruhet dhe të përcillet te brezat e ardhshëm, si në Kosovë, ashtu edhe në Mërgat. Lavdi e përjetshme kryekomandantit Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë. Qoftë kujtimi i epopesë së UÇK-s, frymëzim i përhershëm që të vazhdojmë të ndërtojmë e zhvillojmë Republikën e Kosovës me përgjegjësi, drejtësi dhe sovranitet. Me aktin e rënjes së komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij dhe jasharëve të tjerë, Kosova mundi frikën me çka i hapi shtigjet e lirisë dhe të ardhmërisë.
dhe jo rastësisht në Prekaz, në lagjen e Jashareve, është ngritur monumenti më i madh i luftës për liri, për pavarësi e demokraci që këto ditë dhe data e pikërisht 5, 6, 7 mars, për çdo vit vëmendja e të gjithë kombit shqiptar kthehet nga Prekazi legjendar që shekuj e vite i dha Kosovës shumë. Në 28 vjetorin e rënies heroike të komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari, dëshmorë të kombit, si dhe të gjithë rënëve për liri, qeveria e Kosovës në 5, 6 dhe 7 mars organizon manifestimin gjithë popullor, epopeja e ushtrisë çlimtare të Kosovës.